Miradroni luftarake të Sky Dagger më rritën të mërkurën në Kosovë duke t'i kaluar afatin e parashikuar sipas kontratës me kompaninë turke Baker. Lajmi u bë i ditur se kryeministri Albin Kurti, i cili theksoi se dronet ishin planifikuar të dorëzoheshin në janar të 2026-s, por më rritën 3 muaj më herët. Këta drone kamikaz, të njohur edhe si FPV të tipit RTF, Ready to Fly, Sky Dagger, janë pajisur me mjete shpërthyese dhe mund të godasin objektiva lëvizëse dhe statike të armikut, deklaroi Kurti. Ai shtoi se 10 ushtarak të forcës së sigurisë së Kosovës janë trajnuar tashmë për përdorimin e tyre, duke theksuar rëndësinë e blerjes për forcimin e fuqisë goditëse të ushtrisë kosovare. Synimi i ynë të ndërtojmë një forcë të aftë dhe koherente e pajisur me teknologjinë dhe taktikat moderne të luftës, u shpreh kryeministri. Reagimin nga Serbia nuk vënoi presidenti Aleksandar Vučić, kritikoi veprimin e Turqisë dhe cilësoi atë si një kërcënim ndaj stabilitetit rajonal. Ky veprim i Ankaras përbën shkelje të Kartës së Kombeve të Bashkuara dhe rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurisë së OKB-s. Turqia nuk dëshiron stabilitet në Ballkan dhe duket se ëndërron për ringjalljen e perandorisë osmane, shkroi Vučić në rrjetet sociale. Pas lajmit, shefi i shtabit i përgjithshëm të ushtrisë serbe, generali Milan Mojsilović, zhvilloi një bisedë urgjente telefonike me komandantin e KFOR-it, general majorin Mojsilović, shpreu shqetësime për vazhdimin e armatosjes së Kosovës dhe paralajmëroi se veprimet e tilla mund të rrezikojnë sigurinë jo vetëm në Kosovë, por në të gjithë Ballkanin Perëndimor. Analistët vënë në dukje se ky zhvillim tregon një përshkallëzim të armatosjes në rajon dhe mund të rrisë tensionet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duke vënë në fokus rolin e Turqisë si furnizuesi kryesor i teknologjisë ushtarake në Ballkan.